5 maj nuk është një ditë rëndomtë në kalendar për shumë familje kosovare. Kjo pasi kjo datë shënon ditën e dëshmorëve si një prove forte e çmimit të lirisë dhe një kujtesë e përhershme se shteti i Kosovës është ndërtuar mbi gjakun dhe sakrificën e mijëra bijve dhe bijave të saj. 5 maji asnjëherë nuk duhet të lejoj harresë dhe as relativizëm, pasi gjithmonë duhet të na rikujtojë se liria, sovraniteti dhe pavarësia nuk janë dhuratë, por rezultati një përballje të ashpër me sakrificën më të madhe dhe më të shtrenjtën, jetën. Prandaj çdo përpjekje për ta zbehur këtë të vërtet është mohim i historisë. Ndonë se kjo datë shënohet për të përkujtuar të rënët, ajo nuk figuron në kalendarin zyrtar të festave të Republikës së Kosovës. Pra, Kosova gati edhe pas 27 vjet pas çlirimit vazhdon të mos ketë datë zyrtare, ku nderon dëshmorët e kombit të rënë në luftën e fundit dhe luftrave të mëhershme për çlirim.